Një tjetër arterie e rëndësishme rrugore ka nisur të rehabilitohet në qytetin e Elbasanit. Ajo është rruga Thoma Kalefi që nis prej kryqëzimit të Cerrikut deri afër bashkisë. Rruga ka një gjatësi prej 700 metër linear dhe është me 2 sense kalimi. Fillimisht ka nisur punimet për shtrimin e tubave të ujrave të zeza. Aktualisht në rrugë ka nisur punimet vetëm në njërin krah të saj. Kjo është bërë me qëllim për të mos rënduar trafikun. Punimet vazhdojnë me ritme të larta, ndërsa inxhinieri i ndërtimit të rrugës Andi Lala jep detaje në lidhje me projektin e ri që pritet të zbatohet në këtë rrugë. Ai shpreh se rruga do të jetë brenda të gjitha standardeve, ku do të përfshihen kanalizimet për ujrat e zeza, asfaltimi i rrugës, rehabilitimi i trotuareve me ndriçim dhe pllaka të reja, si dhe gjelbërimi me pemë dhe dru dekorative i të gjithë rrugës. Rruga është 717 metra linear e gjatë. Ngjërsia e rrugës është variabile, sipas vendit ndryshon ngjërsia e rrugës, por krahu i mezit do të bëhet me sufraqe gjelbëruar dhe me pemë. Nuk do jetë një trotuar, por do jetë një rrip i gjelbëruar me fjalë. Aktualisht po punojmë me shtrimin e KOZ-s, kanaleve ujrave të zeza, që do të shërbejë për lidhjet ekzistuese dhe lidhjet e reja që të bëhen në vazhdimsi. Po punojmë me ritme të shpejta me fjalë që të kapim afatin e punimeve, e cila është 4 muaj. Dhe rruga do të jetë e shtruar me asfalt dhe trotuaret do të rikonstruktohen nga e para me bordura, pllaka dhe gjithashtu do të shtohen edhe pemë dekorative në të dyja krahat e rrugës. Aktualisht po punohet me KOZ-n. Kemi pasur probleme qarkullimi që normal puna i ka këto probleme. Shpresojmë që ta mbyllim sa më shpejt. Fondi për gjithë projektin është i akorduar nga Bashkia e Elbasanit, me investitor Bashkinë e Elbasanit, nga të ardhurat e bashkisë, dhe është 48.900.000 lekë të reja pa TVSH. Rikonstruksioni i rrugës së re është një investim i Bashkisë Elbasan dhe ka vlerën e mbi 400 milion lekë të reja. Në projekt është parashikuar lëvizja e mjeteve me 2 sense drejtimi që do të ndahen me styre me një hapësirë të gjelbërt. Firma që po zbaton projektin është Bajrami në SHPK dhe pritet që punimet për rikonstruksionin e rrugës të përfundojnë brenda 4 muajve.